Okej. Që I vazhdon linjës së kontraditës që ti thuaj që ai tjetër gjë thot në një moment tjetër gjë, në një moment tjetër ju të tjera raporte keni, një moment të tjera raporte keni orë më mbrapa. Si të vjen kur e shikon kështu? Diçka që do ta shikoj kur ti isha aty brenda, si të gjë, po të ndodhë që ta shohësh kur je jashtë, me dëshirë për të kthyer aty brenda. Por I kam përvendës një premtim që unë nuk do derdha si piklote më. Edhe marrë fund thellë. Dhe dua vetëm ta bind veten time dhe t'i them vetes time që kjo që pash tani nuk është surprizë. Nida, të martën folën bashk, ishte një moment që po thoje që Gjesti nuk ka më lojë pa Ekjen, e kujton kësaj? E kujtoj, zakonisht jam munduar, jo zakonisht, por gjithmonë ne jam munduar të jem çmësi shumë e sinqert, shumë shpesh edhe në kurrizin tim publik, me të gjithë banorët, por edhe me ty. Jam shumë skeptike edhe pak e trembur brenda vetes time, sepse natën e parë të Prime-it kur ke hyrë, sonte përjetoj deja vu në asaj nate. Megjithatë, unë mendoj që ti je një vajzë super luftarake, mendoj që je një vajzë shumë inteligjente. Dhe ajo që unë do doja të të kujtoja është nëse ti, natën e parë Big Brotherit, ke hyrë për veten tënde, ti ke dalë jashtë dhe ke parë dashurinë, ke parë mbështetjen, familjes apo të gjithëve atyre që të duan. Jo, besoj shumë si njeri tek mundësitë e dyta dhe mendoj që këtë herë nuk është më çështja për ty. Këtë herë është çështja për të gjithë njerëzit që të duan, për të gjithë familjen tënde, për shembullin e atyre vajzave, janë në një moshë të karakterit që kanë formuar ende. Dhe ty, mua, të gjitha vajzave që për televizion na shohin si shembull, duhet mendosh gjithmonë për ato vajza për të mos i treguar kurrë që dashuria për dikë tjetër duhet të sakrifikohet dhe të arrullojë dashurinë që ne duhet kemi për veten tonë. Kjo është arsyeja pse jam konfliktuar. Unë shpresoj shumë, shpresoj me gjithë zemër ta uroj që ti këto javë me rifutjen tënde, ti jesh shëndetare, ti jesh e sigurt në veten tënde, edhe ti kthesh një borxh që I ke, të luash Big Brotherin dhe ti kthesh Big Brotherit eglin që Big Brotheri meriton dhe eglit Big Brotheri që meriton. Ela e thënë që do të Kalvin, I beson që publiku do ta kthejë eglin brenda shtëpisë. Edion, unë nuk e di, unë po tregoj me sinqert, me dëshirën time do doja shumë që ta rikthej, sepse mendoj që bëjnë tifo. Po, bëj tifo sepse më duket e para më vjen keq për mënyrën se si Egli u largua e brisht, e gati e plagosur, dhe në rast të dytë unë kam besuar vërtet të potenciali që Egli ka, edhe për mua është gjëna shumë e madhe që potencialet të shpërndon. Okej. Patjetër. Falenderoj shumë. Vetëm për të dy ju, në fakt, vetëm për netën për Arpin. E kam mirë kuptuar brenda meje edhe në momentet që debatoja me ju. Çfarë fjalë thuaja? E dija që meritoja që të shoja. Unë kisha dhe një nevojë për ta mbrojtur atë shkopin, sepse thellë brenda
pse po e bëja. Edhe qëllimi im ishte i mirë. Por patjetër që ky është dhe nuk po e vënë në diskutim të pjesë. Të doja t'u thoja dhe ju kërkoj falje shumë për zëre që mund të jem bivendosur, mund të jem dukur arrogante, pasjellshme etj. Është presioni, janë shumë gjëra. Ju do shumë të sigurt. Sa i përket asaj që më the, je në çdo fjalë dhe asaj që ti the, është në fakt përgjegjësia ime në këtë momente. Unë e kam hyra duke treguar një vajzë që di të rigrihet, edhe në fakt jeta nuk na rrezon vetëm një herë, mund na rrezojë më shumë se një herë, dhe ne po t'i tregojmë që ne mund të rigrihemi edhe më shumë se një herë. Faleminderit shumë. Mi para se ka fjalën arbrit, a e prisje këtë lloj dashurie nga publiku? Jam shumë mirënjohëse që të paktën u kuptova, domethënë pavarësisht të gjithave në fund jam kuptuar, gjëja ime është kuptuar, është ndier, është parë. Po jam përballur edhe me një realitet tjetër, njëkohësisht. Të thash, në ato sekuenca që kam parë, jam përballur me të dyja, patjetër që zgjedh marr dashuri me veten time atje brenda. Dhe pjesën tjetër tani. Mua pëlqen shumë edhe solidariteti femëror që është treguar ndaj teje, edhe për të cituar një këngë të Elvana Gjatës, 10 herë muzika. Elvana Gjata, nëse po më dëgjon, e kam dëgjuar atë këngë brenda asaj shtëpie. Edhe ti nuk e ke ide se çfarë frymëzimi më jep sa herë që e dëgjoj dhe e kam dëgjuar edhe jashtë së shtëpie. Dhe se po me zërin më shumë vajza si ti, unë dhe shumë vajza të tjera që na kemi të birave, edhe sa më shumë të dëgjuar dhe e brendshmja ime në këto momente Ledion ka vetëm një aspekt, dua të shkruaj. Edhe fjalët e asaj këngë janë fakt edhe një qesi e momentit. Arbër. Atëherë Ledion, unë mendoj që Egli fillimisht nëse do të bëjë një narrativ të shpejt, Egli fillimisht e nisi lojën brenda shtëpisë mirë, deri ende edhe të më pinte me argumentat për banorët e tjerë brenda shtëpisë. Më pas aktivitetit të gjestit, javë pas gjestin dhe ajo që ka binte në sy, ishte kërkesa jote më e lartë dhe ajo që ajo në fronte ishte më pak. Them në fjalin tënde që do doja që ti si edhe të më kishit mbrojtur, apo jo? Jo mbrojtur. Jo, madje thash që jam dakord për fjalët që ke thënë, thjesht në ato momente më kam bërë atë që ti nuk e kuptoj që bëj sepse vërtet e dua edhe Ajo që do të them, ne kemi pasur disa bashkë. Ajo që do të them është ti arritën në një pikë që edhe kur kishe të drejtë nga ne, prapë nuk doje ta kuptoje. Dhe mbi veten vure një marrëdhënie që besoj duhet ta kesh kuptuar që unë të paktën jam munduar të të komunikoj që shiko loja e dhe madje i vure ka pakun kur dëshiroja sepse mendova që kishe të drejtë. Jo e të drejtë.